i gjerë është ky problem? Pra sa shumë njerëz preken nga ky problem? Në fakt, përqindja është 70 deri në 80% e popullatës. Rrallë herë në popullatën adulte i gjejmë individ me septum të drejtë. Po pse ndodh kjo? Kjo ka disa shkaqe. Një nga shkaqet është traumat faciale që ne mund të marrim gjatë fëmijërisë apo që në momentin që lindim. Pra shtypja e kockave të kafkës mund të shkaktojë një disproporcion në rritje pastaj në vazhdimsi, duke u rritur drejt zgavrës së hundës, kocka e vomerit që është mbrapa septumit mund të shty pjesën e septumit dhe kjo e shkakton deviacionin. Pra një është traumat. Mund të jetë predispozit gjenetike e vetë... Ka rastet të tilla? Po, ka dhe rastet të tilla. Kështu që një përqindje kaq e madhe është përqindje shumë e madhe, por ka shumë pacientë në fakt që nuk e dinë që e kanë deviacionin e septumit. Pra ka dhe simptomatik? Sepse ka raste që është i kompensuar, e quajmë ne. Do të thotë që organizmi ende nuk e ndjen atë vështirësinë e theksuar në frymëmarrje. Sepse ka dhe pacientë që vinë, më thonë, doktoresha, unë dua ta bëj tani ndërhyrjen e septoplastikës, sepse nuk mundem dot më. Gjithë kohës në aktivitet, kur bëj palestër detyrohem të marr frymë me gojë hapur, gjatë natës bëj zime të shpeshta. Kjo zime të shpesht i lodh gjatë aktivitetit të përditshëm, nuk janë të përqendruar. Pra u prish edhe infeksionet e shpeshta. Infeksionet, plus që nëse një pacient për apne nokturne, dua të cilësoja edhe pjesën e sindromit metabolik. Shumë nga këto pacientë bëhen obez, duke qenë se nuk arrin dot të shlodhen gjatë natës për gjumin, e kompensojnë të pjesën e gjumit me të ngrënin dhe sigurisht që fillon dhe obeziteti, fillon sëmundje kronike, hipertensioni, mund të ketë dhimbje të vazhdueshme të kokës.